Përshëndetje. Bizim kız evde durmadığı için tabii ki de sürpriz bok oldu. Neyse. Let's on the ball. Şaka yaptın değil mi? Bu, değil mi? Şaka yaptın değil mi? Ya salak. Let's on the ball. Ne? Ulan I don't have plate. Buna geldim. Diye nerede? Evde. Şaka yapıyorsun. Şaka. Bunları da çekeceğim. İnsanlar görsün. Ben ne kadar mutluydum. Sen ne kadar mutsuzsun. Çek çek çek. Çek Mustafa çek. Çek Mustafa çek. O zaman bir şey söyleyebilir miyim? Can I say something? Say whatever you want. Look at the balcony. Bunu hiç çıkartma. Ne var? Senin oğlum o. Ne? Senin. Yok ya. Gerçekten mi? Evet. Motor almadın mı? Ya sen niye bunlar yapıyorsun? Ha? Neden böyle yapıyorsun? Öyle. Why do you make me angry first? Öyle. Salak mısın bir tanem? Ama bu burada çok pahalı. Niye bunu aldın? Öyle. öyle. Beğendin mi? Tıpılçen? Hı? Tıpılçen. Bakın. Nasıl açılıyor? Aa! Beğendin mi? Evet. Çok. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Why are you always make me angry before making me happy? Why? Çok Evet. teşekkür ederim. Sağ ol aşkım. Happy New Year. Si që pat, hyrja e kësaj videos ishte pak më ndryshe nga herët e tjera, sepse vendosja ta nisja videon me një klip të vogël, të filmuar nga emreja të një surprize që më bëri mua. Sot është data 31 janjer, unë po bëj gjithë punët e shtëpisë dhe do ikim ta festojmë vitin e ri nga Alexia, kemi ftuar mamin edhe babin, kemi ftuar domethënë ata u vetë ftuan se janë shtëpia, kemi ftuar edhe Astani, do jemi të gjithë andej. Po bëj punët këtej sepse dua që ta lë shtëpinë të pastër për vitin e ri që do hyj. Dhe pastaj do kaloj andaj që të fillojmë të gatuaj me Aleksin, ndërkohë që mami me babi vinë. Pat videon e dhuratës që mora nga Emreja.
Tani ne duke qenë se kishim për vjetorin në dhjetor, duke qenë se Emreja më bleu edhe telefon, do me thënë u shpenzua që bleu telefonat, nuk kishim diskutuar fare dhe e kishim pranuar me njëri tjetrin e heshti që për vitin e ri edhe për Krishtlindje nuk do të bënim dhurata njëri tjetrit. Në datën 29 u shkova bëra pagesën për palestrën dhe kur jemi kthyer në shtëpi, mua mi ishte pirë mjekra edhe mi ishte skuqur nga e ftota, nga kokorja e vjetër që kisha. Po këtë në fakt juve do ta shikoni te një video tjetër, jo te kjo video që do dalë sot, sepse këtë po e filmoj sot edhe do ta hedh të parën. Ato që kanë filmuar më përpara që supozoj të hidhja sipas të radhës do kalojnë kështu. Do hidhen në janar. Dhe po i thosha Emresi më shpir mjekra, më skuqur nga e ftota, se futet, domethënë nga që është e hapur ajo. Edhe futet e ftota shumë dhe Emreja kishte shkuar sapo kishte mbaruar punën te një dyqan në kombinat. Për të marrë kokoren. Tani, arsyeja pse unë isha e mërzitur edhe isha me nerva tek ajo videoja ishte sepse një natë më përpara Emreja futej në tualet dhe del nga tualeti, po del kështu si fëmijë i vogël si ata që kanë bërë në brek, kur i themi, sikur kishte bërë ndonjë faj. Edhe unë që u alarmova i thash, "Çfarë bëre? Ç'a ndodhi? Bëre ndonjë gjë në banjë? Pse je kështu sikur je në faj?" Edhe më thonë, "Mua ka dalë motori i ri i Yamahas i 2025-s në mos gaboj, 2026-s, nuk e di se si janë këto vitet." Edhe më pëlqen shumë, tha dua ta marr. Edhe thash unë, ti si në Terezi, pse do të marri motor tjetër ku këtë që ke nuk e bër vitin akoma, ky është shumë i mirë, punë në tabernë, në punë të çon, na sill vërda asaj që të kemi nevojë. E pyeta sa lekë është ky i riu që ka dalë dhe më tha 10.000 euro. Kur më tha 10.000 euro, unë ka përdiva njerë. E nejse, të nejse me pastaj, shkon ky do me thënë djeq, shkon që të marrë kokore, po unë nuk dija gjë fare, madje më pyeti në orar të punës, më morin telefon, më tha mua, ma dërgo pak atë faqin që gjete kokoren si ajo që më bleve mua. Dhe unë pa të keq, se mendova ndonjë nga ata të punës duan të blejnë edhe ata kokore dhe ja dërgova. Dalu nga puna dhe e marrë në telefon, çfarë bën ku je, se dola po ikim pak më shpejt, se ne bëm prap fest në punë. Edhe më tha mua, do vi për pak ato të marri, thash unë, s'ka gjë se po ikin në shtëpi vetë. Po ku je? Jam në kombinat. Kur tha jam në kombinat, mua miku Truri direkt me vajti mene, thash o zoti madh ka vajtur dhe ka bler motorin, ja tha Truri, vajti e bëri kështu bam fakt të kryer. Edhe u alarmova, fillova unë, po ne s'kemi lekë, pse duhet vesh ta harxhosh lekë për të bler motor kur një motor e ke, çike këto dalë që bën. Gjëra të tilla. Dhe ky më dërgon fotografi mua motorin. Për të qenë i bukur ama ishte yll. Dhe për një moment mendova se do vinte do merrte me atë motor. Më pastaj kalova nga zyra e vjetër e Sentrit, tash po i uroj edhe atë gëzuar vitin e ri. Edhe ndenja aty po bëja muhabet me Melisën. Në moment që po bëja muhabet, atëherë më dërgoi fotografinë miku Truri. Gjithsesi më tha mua hajtë se po vi do të marr tha me motorin e ri. Edhe unë më zdi po e prisja që të vinte, që të shfryesha edhe të shikoja vërtet e kishte marr apo jo. Dhe ky ndërkohë po filmonte videot që i pat. E pash motorin që ishte i vjetri dhe më tha mua, "E lash aty motorin?" tha. "Do ta marr nesër", më than ata, "Hajde merre nesër në orën 11 se do t'i vendosin targa, do t'ja vendosin ata vet." Sa e mori, thash unë 8.000 euro, tha, fillova unë, se si diskuton këto gjëra me mua, janë shumë shpenzime, ne po mundohemi të mbledhim lekë për ndonjë gjë tjetër pak më të madhe, ti bën shpenzime të tilla të panevojshme, edhe vara turintun. Kur brenda në shtëpi, siç e le gjithmonë telefonin mbi tavolinë, e pash kutinë dhe i thash, "Pse e ke nxjerr kutinë këtu?" Me idenë që ishte kutia e kokores së vet. Kur e ngrita pastaj kutinë, e pash ishte e rënd, edhe që kishte kokore brenda, po nuk më vajti prap mendja që mund të më kishte marrë, deri në momentin që e hapa. Jam surprizuar, jam gëzuar, jam kënaqur, po prap është ajo që unë deri para pak sekonda isha me nerva. Ti mos më bëj një me nerva, i thash unë, edhe pastaj të më bësh një surprizë. Gjithsesi, ja u tregova gjithë historinë për t'ja u shpjeguar pse unë isha me nerva, pse u acarova kur mora surprizë etj. Ndërkohë, unë kam një gjë, që në qoftë se mua më bën diçka Emreja, diçka të mirë, unë do t'ja shpërblej patjetër edhe nuk ridot. Dhe i thash, ne kishim rënë që nuk do t'i blinim dhurata njëri tjetrit, s'ka problem, tha ai, unë doja të ta blija, kështu që ta bleva. Tani, Emreja ka thakoj që do të marrë një mbajtëse për të vendosur kontrolerat, ato komandat, edhe PlayStation. Kur kemi shkuar te një dyqan, atje ku Emreja bleu edhe mikrofonin tim, e pam atje. Dhe unë e pash që e kishte vendosur edhe te shporta e Temus. Tani i thash, unë pa dhuratë nuk e le. Se, okej, nuk është e njëjta vlerë monetare, po aq mundësi sa kam. Dhe i mora në telefon sot që pa
vjerë qend kur i thonë, sa u zgjova. E kishin hapur dyqanin ata sa hapeshin orën 8, i moran telefon edhe ja porosita dhuratën. Tani, me shumë mundësi, ajo vjen pasi të vijë Emreja nga puna, kështu që nuk do ke mundësi që t'ja paketoj dhe t'ja bëj bukur. Kështu që po pres edhe atë që të vi që t'i bëj dhuratën e vitit të ri Emres. Emreja kishte marrë këtë bluzën dhuratë për Secret Santa nga një kolegu i vet. Është shumë Emre style. I përshtatet shumë jashtë, shikoni pak a shumë si kjo që ka vesh, okay? Kjo ka tjetër teksturë. Është pak kështu si 3D. Dur. Ja maymun mu seviyorsun? Dur. Përse kjo është lesh nga ky materiali i tillë. Pas ka veshur bluzën. Aşkım. Bu ne? Tamam, don't read that. It's your gift for New Year's. Gerek yok. Dur. Aşkım vallahi gerek yoktu ya. Vallahi istemiyordum, beklemiyordum yani. Vay be. Teşekkür ederim, gel. Beğendin mi? Beğendim, gel. Trend etiketa që ke pas qafe. Tamam. Çıkarmadım etiketi. Nasıl oldu kıyafet? Şu çapalon. PlayStation normale. Çok güzel. Beğendin mi? Evet, Anladım. yakışıyor. Aman si pastron, aman. Ten de mos më shiko hiç ashtu. Tamam. It's your PlayStation. You have to clean it. Edhe kjo këtu. Opa. Edhe xham fare. Ne yaptın? Nice. Ta gëzosh! Faleminderit. Aman. Sa me kujdesi ve, mor zoti ma. Të bënte kështu punë të shtëpisë sa mirë do ishte, me lumtur do isha. Klangjën e ka zënë gripi prapë. Alexia po fle në banjë. Alexia, po para të sakosh ishe me dale të shikojmë qik. Përshëndetin qik ndikësit e mi. Uroj gëzoj vitin e ri. Si e ka undën e kuqe. Si Rudolfi. Ç'na gjeti. Sa po erdha këtej nga shtëpia Aleksiës. Erdha se më morin telefonin dhe më tha që po i rritej temperatura prap. Po unë nga që isha në qik e lodhur. U zjova që në orën 8:30 sot. Bëra punët deri në orën 1 si që thash. Pastaj Emreja kishte porositur nga Goodfellas. Hangrëm atë edhe më rarë rënd, po më vinte një gjumë që të them. E mora Aleksin telefon e pyeta si je. Kjo tha po më rritet temperatura, e thash okej, po vi. Dhe që po fjeti Aleksi atja këput edhe unë gjumi do fle këtu. Mishi po istil mami që nga Korça, po sjell pije, po sjell lloj gjërash që andej. Kështu që neve këtej na ka ngelur për të bërë vetëm patate të skuqura edhe sallatrat. Asgjë tjetër. E që thoni ju, është ora një 6:30, jo çfarë gjysmë, për 7 çerek. Tash do filloj të bëj përgatitjet unë, të bëj sallatën, të bëj sandviqin. Çfarë do të bëj tjetër? Do vendos edhe lule lakër për kazije. Deri tani kishte drita. Iknin vinin, e lodhën kokën. Mami me babi janë duke arritur, qyqyrer në shpejt, se mendoja se do vinin shumë vonë. Ndërkohë Aslani është në kurs, sepse ka prova. Kanë një shfaqje në orën 12. Përse Emreja është akoma në shtëpi, më morin telefon më thamë më zgjoh pak më vonë. E kështë e këputur edhe i gjumit, edhe ne gjumë tjetë në Aleksin, se që të venim në erësirë. Po gatuajmë tani unë edhe mami, jemi në kuzhinë. Andej çunat bashkë me Aleksin janë reatuar, ohoho. Kemi gatuar deri tani, kemi pjekur byrek, patate të skuqura një pjesë, lule lakër, këtu do qëroj unë shegën, këtu çfarë ka? Mollë? Janë tonj. Tonj, tua.
Kurse këtu mami na ka sjell mish nga Korça, mish. Po ajo është i shishëm. Është mish. Se këtu nuk gjetëm vend që të blinim, të merrnim gati. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney. Ja t'ju tregojmë edhe tavolinën. Kaq kemi bërë. Vishte suj. Ajne. Ajde gëzuar! Gëzuar Gëzumeria! Gëzuar ba! Alexia gëzuar! Mame gëzuar! Shëndet Tajmreja, shëndet! Hajde, shëndet. Amin, shëndet. Ora 10:34 dhe ne jemi me qiri. Shikoni ç'bëhet? Ne vendosëm ta presim që tani Vasilopitën, që në orën 12 të jemi në qendër. Mundan edhe copat. Tani të shojmë. Kujti ka rënë. Hepsine bakacak mısın böyle? Evet. Sen ne kadar meraklı melahatsın ya. Ben Oh! Emre ya. de dedim ama. Büyük hissediyorum bu yıl. Aç. Ne aç? Ulan Coin var. kirli, pis. Pis değil lan. Happy New Year in Greek. Thanks canım. Wow. Eddie. Biliyordum. Aslan'a demiştim hatta. Bana çıkacak diye. Erdhëm në qendër, nuk e dini nëse më dëgjoni apo jo. Edhe po presim që të shkojë ora 12 që të kapim fishek zjarret. Wow, Happy New Year! Wow, okay. Wow! Wow! Sandezi! O, sa të bukur! Sa magjike! Aj! Drejqi! Salak! Sa paritëm në shtëpi, unë I kam flokët si e çmendur nga kokorja. O, zot, sa më ka pëlqyer. Okej, edhe në Korçë bëhet kështu, po ne duke qenë se nuk e kemi shtëpinë brenda në Korçë, nuk I kemi parë kaq afër fishek zjarre. Thjesht I kemi parë gjithmonë nga larg. Domethënë sasi kaq të madhe fishek zjarresh edhe fishek zjarre kaq të mëdhenj dhe të bukur. Dhe këtë radhë për mua ishte shumë magjike që ti shikoj ato fishek zjarret ashtu. Edhe falenderoj dashurinë e jetës time, faleminderit, se ai nguli këmbë që të dilim edhe t'i shikonim. Edhe ka këtë shakane veç që thotë një në vit ndodh. Nuk ndodh çdo ditë. Edhe pse neve çdo ditë dëgjojmë fishek zjarre për ditëlindje, po kaq shumë fishek zjarre një vit ndodh. Gëzuar vitin e ri. Shpresoj që 2026 aty gjej me lumturi, me gëzim, me shëndet të mirë, sepse kjo ka rëndësi. Ja unë për shembull babin edhe Aleksin I lash duke bërë serum në shtëpi,
ishin të dy me 38-39, edhe duhet vlerësuar shëndeti, sa i kemi. Gjithashtu dua të uroj edhe sukses, dua të uroj edhe dashuri, dua të uroj edhe lek, sa më shumë lek, se ka ardhur ka e keqe, kanë ardhur kohëra shumë të vështira që leku është shumë i rëndësishëm edhe shumë i vështirë për të gjetur. Do ta nxjerrësh nga dheu. Dhe me kaq po e mbyll këtë videon e sotme. Ju e dini, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment dhe të më ndiqni në Instagram tek Danja Space. Dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Mua! Bye!